Bota u të shmënd. E dini pse? Sepse vrapojmë gjatë gjithë kohës, vrapojmë të punojmë, e përsiguruar disa të ardhura. Ble këtë, ble atë, na duhet edhe kjo, po sikur ta marrë dhe këtë gjën tjetër. Dhe vrapojmë pa fund. Bindemi se gjërat do të na mbushin shpirtin, po ndërkohë shpirtin e lëm bosh. Rrim shpejt me fëmijët edhe nxitojmë për të shkuar në punë. Mbrëmjeve ndos të shkojmë të vizitojmë prindrit, por edhe kjo shpejt, sepse në mëngjes do të ngrihemi herët e do ikim sërish në punë. A thua se kjo puna na nxori në dritë. E në gjithë këtë maraton, njeriu është kthyer në paradoks me veten. Duam qetësi, por zgjohemi çdo mëngjes nga alarmi i telefonit. Duam lumturi, por vrapojmë pas gjërave që blihen edhe jo që ndihen. Duam lidhje të forta me njerëzit, por lidhjet nuk mbahen në WhatsApp. Madje shpesh herë edhe në WhatsApp i lëm sin mesazhe sepse nuk kemi kohë të përgjigjemi. Duam kuptim, por e mbushim ditën me detyra që as vetë nuk e kuptojmë se për çfarë i bëjmë. Njeriu i ri e quan veten të lirë, por në fakt varet nga një ekran 6 inç. Kemi mira opsione, por nuk e dim se çfarë të zgjedhim. Kemi informacion më shumë se çdo brez tjetër, por jemi më konfuz se kur. Neve duam të jetojmë gjatë, por nuk i japim kohë vetes 5 minuta për pushim. Duam që të tjerët të na duan, por në fakt ne nuk e duam veten tonë pa filtra. Edhe kur qeshim me zor. Edhe kur pushojmë me faj. Sa më shumë vrapojmë pas jetës perfekte, aq më shumë po na ikën jeta reale nga duart. Mos shko pas ritmit të botës. Të rrim pak, të pushojmë pak, të dëgjojmë pak, veten, fëmijët, prindrit, jetën, mos vrapo më, i pranishëm.